Pas 12 vjetësh jetesë në kryeqytet, Gazmend Hajrizi u shpërngul në fshatin Keqekoll për të filluar një jetë të re. Ai ndërtoi vetë fermën, ku aktualisht mban 21 krerë lop. Fillimisht kishte nisur me vetëm 7 krerë lop, por më vonë e rriti numrin e tyre. Unë që 12 vite i bëjnë në prell, që kom dalë ka, se kom jetu në Prishtinë. E du këtë biznes, me 7 sopa vitin e parë më kanë. Tani kom i morë të i rrit, kom pas të në 30, 35, që tash po momentin janë 21. Ditët e fermerit të Keqekollës fillojnë çdo mëngjes në orën 5:30. Ai thotë se bashkëshortja e tij e ndihmon gjithmonë në punët që kërkon ferma. Me paratë e fituara nga shitja e qumshtit, ka arritur të sigurojë pajisjet për mjeljen e lopëve dhe punët e tjera në fermë. Verës shumin gjysmë 6. Terin 11, jesëm 8. 8 mjelën, kjavje pastrën plejen, do të me që qumshtin, milë shumë kullosa, dimnet 6 gjysë, në 7, do të me konë këtë. Verës jesëm terin 10 natës të to, dimnet të 9 gjysë. Kletë e kena se do të thotë ju qesëm me traktor, veç plenë e kena që e ku me dorë. Edhe me mjele me dorë, me maqinë, do të me kirat jo, këtë shqymin e këto, këtë bojna me traktor. Nuk është ranë, ujën e kanë vetë pinë, me ramet lirë. Gazmendi thotë se nuk do të mund të punonte më për dikë tjetër. Ai e ka gjetur veten në punën me fermën e lopëve, nga të cilat ka arritur të fitojë deri në 2500 euro në muaj. Fermeri Hajrizi thotë se dikur lopt i mbante në serë, derisa i ndërtoi vetë fermën që ka sot. Shatri për mua është shumë i mirë, se edhe është ajri pastër, edhe ka leverdime punu me to. Mu më pilqen, edhe familje kanë përkrahe, mu më një mojnë, shoqa së në mësë, se fëmini kanë vogël. Po, nuk është e punë e ranë, që që e bënë dhe kështë ranë, nuk është e ranë. Punë kanë, po, kur të dëjsh, nuk është e ranë. Unë vjetë i kom pasë 11 qumshtore, e kom arrit, do të thotë peri, prill dhe terin 8 orë, 9 orë, kur që kërgjore kom bërë një rogë, të në 2500 euro, muje. Po si vjetë i kom bërë 18 të qumshtore, sa halon nuk jenë shtu tjera, një 8 jenë shtu, e bëse që është halon ma mirë. 5 vjetë i kom bërë me një 7-10 vjetër, i ku mojt me një cërata e në kom shtërta, lastet. Tani kada dal, ku marrit e ku marru shtallën vetë krejt. Po, mijet e traktora, maqina, krejt, thuj se gati kam 70%, krejt vetë, krejt me i peqtyne i ku mborë. Edhe një grand që ku morë vjetë, ku morë traktorin, prekolisë, shpërndarësën e plejet, mikser, rotabaler, edhe solar. Fermeri nga Keqekolla thotë se vetmja mungesë që ka është rruga e pashtruar, të cilën duhet ta përshkojë disa herë gjatë ditës për nevojat e tij të përditshme. Për Ministrisë Bujqësisë po, i falenderoj shumë, se edhe në epin subvencione, edhe paga dyreke për qumsht në epin 7 cent në litër, ekstra klasë. Mirë, nuk o keq, në avatera në epin ku kretë lobës, në vetë. Ku e shatë qumshtin, që shabar? Qumshtin e shdjergit në rrugë kryesore, një ditë po një ditë ju, vjen në sistejën e merë, e qëjnë Vilmet. Të Vilmetin, në Dobrej. Më ka bo akia dhe
veterinarët me të konë diçka, nuk vinë para me marrë me kërë se është rruga e keqe. Ka ngurë para 7 vjetë, 8 vjetë më ka ngurë lopa të ushtu, se s'ka nërë. Se bura e modhe asë nuk e qilin burë, rrugën asë burë asë që. Qaja e maske ishte pak për komune, jina dështu. Po, kanë qenë vjetë, vizit, premtime po, realizime jo. Fermer jo në veçone, në që t'lagjën qëtë, veçone jo. Se tjertë jo, nuk merë me këtë nësana. Kisha bo apel veç për rrugë. Sa ma shpet më morë mosa. Unë jem shumë i lidhën me këtë ven. Ja këmë cekë edhe aty, nëse nuk morën mosa, unë du me hikë se gjdo jo kërën du me qute mishtre. Kam kësha më kërën, këmë le 10.000 euro gjipin, unë du me shku me gjdo 3-4 jo, me shku me abo servise. Se është e shkatru me rruga. Pavarësisht vështirësive si fermer, për shkak të mungesës së rrugës në fshatin e tij, Kazmendi thot se ka dëshiruar gjithmonë të jetojë atje. Pa e menduar shumë, ai u zhvendos nga kryeqyteti në Keçekull, ku familjen e mban pikërisht nga ferma që ka ndërtuar.